ndeshjes Butrindi Partizani B mbyllur me shifrat 4-2 në favor të ekipit të Butrindit. Jemi me trajnerin e Partizanit B Ergjys Luka. Luka, një formacion të ri, pothuajse i gjithë ekipi arritet që ta nisit mirë, por më pas Butrindi mori si thua atë pjesën e fushës duke shënuar edhe shumë shpejt duke mbyllur edhe pjesën e parë 2-0. Pjesa e dytë po munduat të bënin diçka, por si përfundim një rezultat 4-2. Një lojë e mirë në fakt pjesën e dytë, pjesa e parë thashë nisë mirë, por që në fund të rezultatit shkoi në favor të Butrindit. A kishte diçka që u kënaqi? Praktikisht ishte një augur i mirë që në fillim kur erdhëm, sepse disa lojtarë dërguan në ekipin A, por me vërtetë ato lojtarë na dolën të dalim pak jashtë kontekstit ton taktik, por auguri keq pastaj është që u mundeshën dhe ishte një sjellje më mirë. Normalisht sa u filloi ndeshja në prishjen e kuadrivat e skuadrës, sepse u ndodhe lloj të parë. Edhe u deshim të deri diku që të provonin një modull tjetër, cilin ne nuk e kishim provuar së vite. Kam djemë të ri, kam djemë cilët kanë qef punojnë, jam djemë fort fizikisht. Tegjen të rekrutën ndeshje ku kemi luajtur gjysmën e kampionatit, pothuajse e kemi lozur një prioritet numerik dhe normalisht vish Sarand dhe të përballesh me një ekip kaq të fortë siç është Butrindi, ekipi kryesues i vendit të parë, e shoh në kontekstin taktik, e shoh dhe me merita deri këtu. Por djemë ne nuk do rrezojmë, ne do flasim, do shohim play-offet dhe pse jo të tentojmë objektivin tonë që kemi në kategoria. Ishte në fakt është parë në disa herë në disa ndeshje të aktivizimit të lojtarëve të rinj. Është në pjesën tuaj pjesa e aktivizimit të lojtarëve të rinj. Është projekti i klubit. Normalisht klubi Partizanit është një klub që është me standarde të mëdha. Normalisht i ka dhënë mundësinë dhe akoma do të vazhdojë të japë, sepse akademia jonë vazhdon të prodhon lojtarë jo vetëm për klubin e Partizanit. Është një mallari, ka qenë lojtarë që janë ekip. Sigurisht ka shumë emra, janë dhe emra të tjerë që janë tek ekipi të zinxhirë. Janë lojtarë të cilët presin të bëjnë ato impaktin e tyre në skuadrë, por e thash, ne jemi një skuadër që jemi e miksuar, e varur edhe nga skuadra e parë, sepse edhe neve marrim lojtar, por bonusi jonë është që neve edhe po japim lojtarë skuadra. Nuk është vetëm Kola dhe Kontreresi, por janë dhe Ndrej, Bukojev dhe lojtarë të tjerë, cilët kanë potencial për të qenë pjesë e skuadrës së. Në fakt ajo çfarë do thoya më tepër her pas herës jo tha që ndonjëherë duhet ndryshuar edhe skema për bazë të dëmtimit të lojtarëve. Duke qenë mos pasja grupi të plot të ekipit bose, duke qenë janë dy ekipe, jo tha që janë nga moshat, a shihet ndoshta si një mundësi paktën për ndryshim herë pas hershëm të skemave në pjesën e ndeshjeve apo ju përshtateni një skuadrave kundërshtare? Sepse ju tha që duke ndërtuar në 3-5-2, 4-2-3-1 ose 4-3-3, 4-1-4-1, domethënë varet gjitha ndryshimet e skemave, por zakonisht ju keni 3-5-2. Shiko, unë si trajner kam idetë mia teknike, të cilat edhe me lojtarë skuadrës A kur vinë mundohem që t'i përshtas. Edhe kur vinë me idetë mia. Por që është tjetër impakt sepse futbollistët e skuadrës A kur na vinë lozin, vinë se 2 ditë përpara dhe ne normalisht do t'i tregojmë se çfarë kemi punuar gjatë javës dhe t'i përshtasim me ndeshjen e radhës. Kjo është e gjithë. Faleminderit dhe juve dhe punë mirë. Ishim pikërisht me trajnerin e Partizanit B Ergjys Luka, një e pam, paktën në ndeshjen e sotme, aktivizimin shumë lojtarëve të rinj në formacionin e parë. Kjo ndikuar siç dëgjuat edhe nga vetë trajneri, pikërisht sepse mungonin lojtarë të cilët janë thirrur në ekipet të zinxhirit të Partizanit, por edhe në ekipin e parë. Dhe njerë falenderojmë trajnerin e Ergjys Luka, ndërkohë që do të shihemi në momentin me trajnerin e Butrindit Artan Meçani. Faleminderit Luka.